Ajeti 4, Malik nuk është Malik, është Melik. Melik sunduesi, sundimtari. Kush është sundimtari? Malik i jomi dejnë, dhe më thonë sunduesi i ditës, e keni të përkthim ditës gjykimit, që do të thotë ditës borxhit, se kjo Melik dhe din e kene edhe të surja Jusuf, kur Jusufi deshte ta marrë vllahun e tij peng, nuk mund ta merrte peng pa pas një shkak që për ta ndalu. Për shkak ati përmenet Melik, sundimtari, mbreti, dhe din, ligji i mbretit, borxhi i mbretit, thënë Melik ki jomi din. Atë ditë jemi El Abid, kjo El Abid nuk është prej asaj ABD, El Abid, vetëm një ditë, në ditën e llogaridhënies ne nuk kemi mundësi me zgjedh. Atë ditë kemi vetëm një mundësi me ndëgju historien tonë, çka kemi bën dënjon të ura e sirat.